Biznesmeni italian Edoardo Sarki është gjetur i vrarë me armëzjarri në fshatin Salarit të Pelenës. 44 vjeçari është gjetur pa shenja jete pak pas mesnate në rrugë në vendin e quajtur Dilan. Biznesmeni italian udhëtonte në një automjet në aksin Nivit Salari dhe është shëlluar me automatik nga një tjetër mjet në lëvizje teksa mjetet shkëmbeshin. Viktima banonte në Tiranë, ku edhe kishte në pronësi një fabrik tullash. Klevis Leshi, 22 vjeç, është vrarë dhe është groposur 5 vite më parë në Burrel me porosit Aurel Hoxhës si akmarrje për vrasjen e vëllait të tij në vitin 2012. Policia zbarkoi në lokalin e tij në Myslimshyri pa mundur të arrestojë, duke shpallur në kërkim. Arrestohen 3 persona, mes tyre ekzekutori Sabah Nuzi, i cili është paguar 50.000 euro për të kryer vrasjen për gjakmarrje. Lidhje të ngushta me kompani private që më pas rezultonin fituese në projekte falsifikime firmash apo shkëmbime dhe konsultime me privatë të vlerave të tenderave para se të bëshin publike, janë disa nga elementet që quan prokurinë e posaçme që të marrë të panderur kryebashkiakun e Kolonjës Erion Isaj, 6 zyrtarë të tjerë të bashkisë, si dhe administratorin e një kompanie private. Forbes Global Properties rrjedhje prestigjioz ndërkombëtar i pasurive të patunshme hap dyert edhe në Shqipëri. Kryeministri Rama i pranishëm në ceremoninë e posaçme që u mbajt në Pallatin e Brigadave e cilësoi një lajm shumë të mirë për shqiptarët, pasi kjo sipas tij nënkupton që pronat e pasuritë e tyre po marrin gjithmonë më tepër vlerë. Sali Berisha do të shmang primaret për të nxjerrë kandidatin e Bashkisë së Tiranës dhe Rivaljo Gerta Manastirliut, pritet të zgjidhet përmes një procesi negociatash me partitë e tjera të opozitës. Për këtë, ai njoftoi se ka ngarkuar një grup pune. Teksa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaronte në OKB-së në Gaza nuk është bërë gjenocid dhe se njohja Palestinës së çmenduri, mes vërshëllimave 10 delegacione braktisën sallën e Asamblesë Përgjithshme. I pranishëm ishte edhe delegacioni shqiptar që sipas Ministrisë së Jashtme nuk është larguar nga salla kur mbajti fjalën kryeministri izraelit. Për report të Ministria sqaron se përfaqësuesit tanë kanë respektuar fjalën e secilit prej liderëve të shteteve anëtare në Asamble.